Atëherë pse po zgjellin pronart me punësu të huaj? A është vetëm kjo te kultura e punës? Patjetër që është kultura e punës, ka ca element që nuk diskutohen fare, respektimi i orarit, pozicionimi, respektimi i prorit, egoja e ulët ose qartësia e tuaj që ka ardhur vetëm për të bërë punën edhe për të ikur më pas për të mbyllur atë orar punë për të ikur, ndërsa me punonjës vendas ballafaqohesh me historitë nga më ndryshmet, nga egoja e moshës që ti je i ri dhe që ti të drejtosh kaq punë, nga demagogjit boshe të historive, pastrim parashe, ky punoi dhe ky bëri, gjëra pafund fantazinë e tyre që gjitha dalin jashtë kontekstit punës dhe të asaj çfarë është për të bërë. Në atë orar punë dhe në atë fashë orar punë, ai duhet bëjë vetëm atë punë që ka rënë dakord për të bërë. Dhe mendoj që diferenca është shumë e thjeshtë. Mbase huajt janë edhe pak më të kushtueshëm se sa punonjësit shqiptar, por lehtësia dhe qetësia që ata të ofrojnë që ai ka ardhur thjesht për të bërë atë punë, është shumë më e vlefshme se sa puna e një vendasi.